Jo, mendoj që janë dy diskutime këtu e para, ka të bëjë me ekspozenet dhe çka prezantoj dhe si prezantoj dhe çka premtoj dhe si premtoj. Ekziston një diçka që në politikë publike i thojnë kapacitet implementues. Kjo është tepër me rëndësi për një qeveri serioze, e cila del para publikut edhe flet për një listë të gjerë të intervenimeve politike në politikë publike, investime. Një numër i tyre premtimeve, zotimeve janë zotime të, si me thonë, është deja vu e zotimeve të kalume. Por ekziston një problem serios që është kapaciteti implementues. Pra, të përbërjesë veritare, kapaciteti implementues. Po, sepse, do me thonë, se cili prej tyre përjashton një a dy që tha, dugi kam pas 4 vjetë për me implementu diçka. Dhe kanë qenë tema ma të vogla për implementim. Dhe nuk kanë implementu gjë. Pse tash mund të presim që do ndodhë diçka e jashtëzakonshme? Pse për shembull? Çka do ndodhë? Cili është... Ju po thoni me përbërës njëjtë, nuk mund presim rezultate tjera. Jo, edhe tjetra është, Zoti Kurti nuk qeveris bre, Zoti Kurti ja delegon qeverisjen. Nëse në këtë mandat qeverisës po flet për investime, ndryshim, transformim në ekonomi, sektori prodhues, komi shti në skem garantimit që kanë me përfitu prodhues vendor, zavendës kryeministri, po, në asnjë lloj portfolio duhet me qenë ekonomista, po. Pra, do duhet ishte Besnik Bislimi. Ose e Kurani. Nëse kam shpresa jo serioze për e Kurani. Ose Artanja. Ose Artanja, ose Mimoza. Pra dikush prej këtyre që me menaxhuat portfolio. Pa jo portfolio me gjas ka mu menaxhu Pidonikës. Pa jo, Glauku nuk ka për... Glauku nuk ka për kësi portfolio. Po Donika me gjas po. Po tash dikush duhet, se një zavendës kryeministri e ka këtë rol. Zavendës kryeministri, në mënyrën se si vepron një qeveri e cila është, që me thonë, project driven, me shty temën për para, me shty implementim për para, mu siguru që ka flet zotnia i parë, implementohet, atëherë duhesh me pas dikon prej zavendës kryeministrave që implementon portfolio të caktume. Tjetë Zoti Damka. Po kë nuk ka deputet për arsye të caktume, s'di, a e diskutum këta. I ka numru votat keq. I ka numru votat keq. Më thonë, këtë qeveri ka njerës që ju kanë dollë votat vjedhne. Plus sëllëm fizik. Përveç qeveris, kemi edhe deputet që janë betu sot me votat vjedhne. Më thonë, kështu që në këtë drejtim unë besoj që na e kemi, që nëse po pajtona plotësisht me duku, nëse qereku i premtimeve të dhëna sonte realizohet, Kosova do tjetë jashtëzakonisht më mirë. Dhe kjo e lejmë i mirë për secilin prej neve. Lumt në. Aqë shumë ka premtuar Zoti Kurti dhe aqë të bukura janë ato premtime, sa që vetëm 1/4 nëse realizon, ne duhet jemi të kënaqur. Lumt në. E kemi ullur ne pritshmërit, apo ka premtuar shumë? Jo, po në fakt, kjo e din që nuk ka nevoj me premtu asgjë. Me realizu asgjë nga premtimet. Kjo është i vetëdijshëm. Dhe më thonë, kjo i ka fitu zgjedhjet me premtime, nëse ktheheni në vitin 2021, edhe i ndëgjoni premtimet e tij, ndëgjoni ekspozeen e tij, dhe e këshyni që ka ndodhur për 4 vjet, e shihni që tikon të 6-7% ka realizim. 6-7%. Dhe e kemi kuptu, e ka kuptu kjo dhe strategjistat e tjera e ti, që kjo është, si me thonë, na jetojna në botën e manipulimit emocional. Jo të ekzekutimit operativ e jetës më të mirë qytetarëve. Kjo është mjeshtri manipulimit emocional. Dhe me shku një hapmatutje, jetojna në botën ku resursi kryesor është vëmendja. Që pjallojnë e emrin këta pithojnë attention economy. Tashmë të vëmendja, kjo ka kuptu, që votën nuk e fiton me rezultat konkret në teren, me punë, me politikë publike të implementume, po me me vëmendjen që mundet me marë me anë të rrjeteve sociale dhe manipulimit emocional që i bënë. Kurtimisht, përbërja e kësaj qeverie? Po, unë për vete,